Si të krijosh një fjellekalim të fortë dhe ta menaxhosh atë në mënyrë të sigurt. Ne përdorim fjellkalime çdo ditë, për email, rrjete sociale dhe gjithashtu edhe për pagesa online. Por a keni menduar ndonjëherë se sa i fortë është fjellkalimi juaj? Nëse fjellkalimi juaj është 1, 2, 3, 4, 5, 6 ose QWERTY, është koha të mendoni përsëri. Këtë lloj fjellkalimesh janë shumë të lehta për t'u gjetur dhe hakerët mund të futen në llogarinë tuaj brenda pak sekondash. Kështu që, nëse përdorni një fjellkalim të thjeshtë, është koha ta ndryshoni atë. Çfarë bën një fjellkalim të fortë? Një fjellkalim i fortë është i gjatë, i vështirë për t'u gjetur dhe përdoret vetëm nga ju. Duhet të ketë të paktën 12 karaktere dhe një kombinim të shkronjave, numrave dhe simbolive speciale, si për shembull këto dyja. Mos përdorni gjëra si emri juaj ose data e lindjes. Ato janë të lehta për t'u gjetur. Dhe një gjë shumë e rëndësishme, provoni të përdorni një fjellkalim të ndryshëm për çdo llogari. Në këtë mënyrë, nëse dikush merr një nga fjellkalimet tuaja, nuk do të ketë akses në të gjitha llogaritë. Nëse shqetësoheni se nuk do t'i mbani mend të gjitha këto fjellkalime, edhe kjo është e thjeshtë. Përdorni një menaxher të fjellkalimeve. Është një aplikacion që ruan të gjitha fjellkalimet tuaja në një vend në mënyrë të sigurt. Gjithashtu, mund edhe të krijojë fjellkalime të forta për ju, kështu që ju nuk do t'i mendoni vetë. Gjithçka që duhet të mbani mend është vetëm një fjellkalim kryesor për të hapur të tjerët. Dëshironi të jeni edhe më të sigurt? Aktivizoni TFA, shkurtim për autentifikimin me 2 faktorë. Shtoni edhe një hap tjetër kur hyni në llogari, një kod për një përdorim që dërgohet në telefonin tuaj nga shërbimi që po përdorni. Për shembull, kur përpiqeni të hyni në Facebook, përveç emrit tuaj të përdoruesit dhe fjalëkalimit, Facebook gjithashtu do t'ju dërgojë një kod në numrin tuaj të telefonit që keni dhënë. Pa atë kod nuk mund të hyni. Kështu që, edhe nëse dikush ka fjalëkalimin tuaj, ata nuk mund të hyjnë në llogarinë tuaj pa këtë hap shtesë. Është një mënyrë e thjeshtë dhe e fuqishme për të qenë më të sigurt online. Janë 3 gjëra të lehta, por shumë të sigurta që mund të bëni tani menjëherë. Krijoni një fjellkalim të fortë, përdorni një menaxher të fjellkalimeve dhe aktivizoni two-factor authentication. Kjo është e gjitha. Disa ndryshime të vogla mund të ndihmojnë për të mbajtur llogaritë dhe informacionin tuaj të sigurt online.